3 javë pas nxjerrjes së bizneseve të mëdha në tregun e hapur të energjisë elektrike, 10 mira të tjera të vogla mbesin me status të pazgjidhur dhe me paqartësi rreth së ardhmës së furnizimit. Afati zyrtar publik për paraqitjen e dëshmive ishte mbyllur më 16 maj dhe bizneset që nuk e kanë kryer këtë obligim, sipas paralajmërimit, do të duhej të nxirreshin me automatizëm në tregun e hapur më 1 qershor, sikur të mëdhat. Por kjo nuk ka ndodhur. Bizneset me më pak se 50 punëtor dhe më pak se 10 milion euro qarkullim vjetor, përkundër që nuk paraqiten dëshmit për të vazhduar në kuadër të shërbimit universal, nuk janë përjashtuar. Për konsumatorët që ende nuk e kanë dorëzuar dokumentacionin, theksojmë se ata vazhdojnë përkohësisht të furnizohen në kuadër të FSHU-s, përderisa procesi i verifikimit nuk ka përfunduar. Ky trajtim është bërë për të siguruar vazhdimsinë e furnizimit me energji dhe për të respektuar parimin e trajtimit të barabartë gjatë shqyrtimit të aplikimeve. ZRE-ja dhe Keskoja janë pajtuar që në heshtje e panjoftim publik të vazhdojnë afatin për dorëzimin e dëshmive. Të gjithë konsumatorët që nuk paraqesin dëshmi për përmbushjen e kritereve për të mbetur në tregun e rregulluar, sipas legjislacionit në fuqi, do të kalojnë në tregun e hapur të energjisë, ku furnizimi realizohet nga furnizues të licencuar. Kësaj, rregullatori konfirmoi raportimin e javës së kaluar të televizionit Dukagjini se ky lëshim u bë për shkak të numrit të madh të bizneseve që kanë shpërfillur thirrjen e tyre. Televizioni mëson se ZRE-ja dhe Keskoja po vazhdojnë bisedimet për afatin e ri. Megjithatë, asnjëra nuk kanë treguar numrin e saktë të bizneseve të vogla që nuk kanë aplikuar për të vazhduar me çmime të rregulluara.